Ndërtuesit nuk po deklarojnë pagat reale të punojësve të tyre. Shqetësimin e ngriti Ministri i Financave Petrit Malaj në konferencën për shtyp të këtij fillim viti, ndërsa foli për aksionin e nisur në terren nga tatimet për në deklarimin e pagave, duke theksuar se të gjithë subjektet që nuk kanë reflektuar nga mesazhet ndërgjegjësuese do të jenë subjekti i kontrolleve të thelluara. Rreth 25% e punojësve deklarohen me paga 40 deri në 50.000 lekë, 22% e tyre me paga 50 deri në 70.000 lekë, ndërsa vetëm 7% rezultojnë me paga mbi 120.000 lekë. Këto shifra, sipas ministrit, nuk përputhen me realitetin e tregut. Vetëm pak kohë më parë, administrata tatimore, nga një aksion që ushtroi në aktivitetin e disa prej agjensive më të mëdha imobiliare në vend, ka evidentuar shkelje të rënda. Dhe në fakt, shkelje nuk janë vetëm një dëm i shkaktuar ndaj buxhetit të shtetit, por është një dëm që shkaktohet edhe ndaj qytetarëve shqiptar, në të cilën në jo pak raste janë përballur me mungesë transparence të çmimeve apo mos lëshim të faturave, si dhe shkeljet kanë të bëjnë edhe me punojësit që punojnë në këto agjenci imobiliare, të cilëve ju mohohet deklarimi i pagave reale, duke kontribuar më pak në skemën e pensioneve, të cilat më pas përkthehen pasaj edhe në pensione më të ulta në një moment të dytë. Për fat keq, shifra 25% e 8.700 ca subjekteve është një shifër tepër e lartë në një kohë kur që të gjithë jemi të vetëdijshëm se tregu ofron krejtësisht paga të tjera, të cilat janë më të larta. Gjithë jemi të vetëdijshëm se ky sektor vuan mungesën e krahut të punës dhe pikërisht pagat të cilat deklarohen në këtë sektor nuk reflektojnë realitetin që përballet sektori i ndërtimit. Ndërkohë, ministri Malaj bëri me dije se procesi i rivlerësimit të pronave do të nisë në muajin shkurt. Ligji i rivlerësimit, siç e dini, u miratua me paketën fiskale. Ky ligj ka hyrë në fuqi në datën 22 janar dhe udhëzimet përkatëse që shoqërojnë këtë ligj pritet që të miratohen shumë shpejt. Besoj që brenda gjysmës së parë të muajit shkurt do të kemi udhëzimet përkatëse në mënyrë që të vijohet me procesin e rivlerësimit. Qeveria shqiptare ka gati projekt ligjin edhe për sigurimin e detyrueshëm të banesave ndaj tërmeteve, që pritet të miratohet së shpejti në Këshillin e Ministrave. Primi do të jetë lehtësisht i përballueshëm nga qytetarët, sipas ministrit Malaj. Ne kemi përfunduar të gjithë proceset e nevojshme të konsultimit si me palët e interesuara, pra me palët e treta, por edhe brenda kabinetit qeveritar, dhe shumë shpejt ky ligj do të kalojë në Këshillin e Ministrave për të miratuar një herë nga Këshilli i Ministrave dhe më tej për të ndjekur procedurën miratuese në komisionet parlamentare dhe më tej në parlament. Për sa i përket primit, primi do të jetë një prim që do të jetë lehtësisht i përballueshëm nga qytetarët shqiptar. Natyrisht që projekt ligji që ne po çojmë mban parasysh që për ato familje të cilat mbështeten me ndihmë ekonomike apo nuk kanë aftësitë ekonomike për të përballuar primin, do të subvencionohen nga ana e shtetit dhe besoj që do të jetë një ligj shumë i mirë për vetë faktin sepse primi dhe sigurimi i pronave do të bëhet dhe do të menaxhohet nga shteti. Pra do të ketë një shoqëri e cila, një SHA e cila aksioneri do të jetë shteti dhe do të menaxhojë primin e detyrueshëm për sigurimin nga tërmeti. Për sa i përket fatkeqësive të tjera natyrore, zjarri, përmbytjet e të tjera, ne nuk e kemi të parashikuar në këtë ligj, pavarësisht se për çështjet e përmbytjeve kemi parashikuar diçka e cila pasaj më tej mund të shtjellohet me aktet nënligjore, por për momentin ligji do të paraqitet vetëm për sigurimin e detyrueshëm nga tërmeti.